E dim prej përvojave tona më herët që shpesh herë njerëzit i ushqejnë qentë me ushqimet që ushqejmë edhe ne. Mirë po duhet me pas shumë parasysh që qentë nuk janë tolerant për shembull ndaj kripinave qysh jemi ne për shembull, edhe ndaj bibernave dhe melmesave të ndryshme që përdoren në ushqimet tona. Për shembull, nëse një qen konsumon shumë kryp, por nuk është diçka që mund me ndodhë shumë shpesh, mirë po mund të kemi edhe helmim prej krypas apo hipernatremi. Mund të më shkaktu një disbalancë elektrolitike ku uji del prej qelizave dhe pastaj shkaktohet dëmtim qelizor, ku prej këtij dëmtimi qelizor mund me ardhë deri tek dëmtimi i sistemit nervor si pasojë e kësaj që mundet me ndodhë. Disa prej shenjave ku një qen ka konsumu shumë kryp, munden me qenë për shembull vjellje, diarre, pastaj dridhje në disa raste, letargji ku qeni shfaqet me i lodhun edhe normalisht në momentin që një pronar e ka pa ose dyshon se qeni ka konsumu ma shumë kryp se sa që duhet, gjithsesi duhet me dërgu tek mjeku veterinar për kontroll dhe për ekzaminimet më të tjeshme në mënyrë që me u fillu trajtimi dhe rregullimi i krejt asaj disbalance. Kur jemi tek biberi dhe tek melmesat e tjera, është e rëndësishme të ceket që melmesat për shembull që përdoren tek mishrat e ndryshme që i konsumojmë ne si njerëz, dinë me shkaktu irritim apo inflamim të traktit gastrointestinal, ku jo rrallë herë mundemi me pa vjellje, një diskomfort në pjesën e barkut, qeni ndihet pak ma i lodhun se zakonisht për shkak të djegësimës apo dhimbjes që mund me ndi në pjesën e stomakut, dhe pastaj si pasojë tjetër mund të kemi edhe barkëqitjen ku normalisht të gjitha këtu duhet të rregullohen me konsulta dhe me ekzaminime tek veterinari.